Aktivistët shqiptar frymëzojnë botën thirrje për mbrojtjen e lumeve. Me një ceremoni madhështore të mbajtur në Opera House në San Francisco, aktivistët shqiptar të mjedisit, Besiana Guri dhe Olsi Nika u nderuan të martën me çmimin prestigjioz Goldman Prize, i cili i njohur gjërësisht si Nobeli i mjedisit. Ky vlerësim ndërkombëtar jepet çdo vit aktivistëve që kanë treguar angazhim të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e natyrës në komunitetet lokale. Guri dhe Nika u shpërblyen në përpjekjet e tyre të palodhura mbi një dekadë për shpëtuar lumin Vjosa, një nga lumenjtë e fundit të egër në Evropë, nga ndërtimi masiv i dorëcentraleve. Aktivizmi i tyre luajti një rol kyç në shpalljen e Vjosës si park kombëtar, një lum i egër nga qeveria shqiptare në mars të vitit 2023, duke e kthyer Shqipërinë një shembull unik për ruajtjen e ekosistemeve të ujrave të egër. Ceremonia organizua javën e tokës mblodhi mbi 3000 pjesëmarrës nga gjithë bota, aktivistë, lider komunitetesh, filantrop dhe figura. Në fjalën e saj përshëndetëse, Besiana Guri theksoi rëndësinë e veprimeve të vogla me ndikim të madh.